Edhe do thonë është rrezikshme, duhet të kontrollojmë temperaturën e trupit, se do ta bëjmë nëpërmjet një mikroçipi, por në ky mikroçipi do të futim dhe dhenat tuaja, ju s'ka pse të mbani pasaporta, patenta, i keni këtu të gjitha dhe duket prapë si ide e bukur. Ore dalë se që nga ide e bukur kjo të mbajmë këtu parat, të mbajmë këtu të gjitha dhenat tona biometrike, madje të hapim derën e makinës nga larg, të hapim dritat e shtëpisë ose edhe çelësin e shtëpisë nëpërmjet mikroçipit. Siç hapet dera e makinës kur ke çipin çelësin me vete ti që afrohesh, këto makinat e fundit që hap derën s'ka nevojë as të shtypësh buton as gjë. Ti afrohesh dhe hapet. Ma afrohesh me gisht thua. Po, dhe në shtëpi për shembull, kur të afrohesh ke dera ti për shembull afër gjysmë metro afër me çip, ajo e ndjen dhe prap hapet vet, kupton? Ti thua sa burr, sa mirë është ky qipi. Mirë, po nëpërmjet çipit edhe mund të vrasin, sepse të lëshojnë një valë të personalizuar nëpërmjet antenave dhe satelitëve, të lëshojnë një valë me frekuencë të lartë, shumë të lartë, për shembull 20 gigabajt, dhe të vjen vetëm ty, sepse këto janë antena RFID që i ke ti brenda në trup. Dhe vetëm numri që ke ti këtu i çipit tënd e tërheq atë valën. Dhe ty të vjen dhe ti në gjumë mund të vdesësh, kupton? Pra, do të bëhen njerëzit më keq se në komunizëm, do kenë frikë të flasin kundër sistemit, do të jenë gjithmonë të monitoruar, këtë takojnë me kërinë. Pra, syri Big Brotherit përveç të gjitha kamerave që kanë vendosur dhe po vendosin tash nga do që vëmë ne në për ura, në për makina. Kudo janë shtuar shumë. Do me thënë, është duke ndërtuar Big Brotheri madh që do të kontrollojë të gjithë njerëzit. Do të thënë Big Brotheri që kemi parë për vitesh në ekran, tashmë po bëhet realitet, ne do të jemi të monitoruar gjithandej. Është thjesht një mësim, duke parë Big Brotherin, ne të mësohemi që të jetojmë gjithkohës të survejuar. E frikshme. Shumë e frikshme, nuk do ketë jetë private fare. Pastaj më vonë do nxjerrin ligj, për shembull, do ndodhë një vrasje në familje, do vras burri gruan ose gruaja burrin, do ngrihen në parlament këta o të shiturit o idiotët. Dëgjoj, të vendosim kamera dhe brenda shtëpive, policia t'i mbajnë në monitorim dhe brenda se gratë kërcënohen janë kështu. Edhe do thon, po, ka drejt të rritet siguria. Po, edhe do thot vetëm në banjë nuk do keni kamera. Pastaj në gjithë shtëpinë do ketë kamera. Të mos guxosh të rafësh fëmijën se bullizon, të mos guxosh të rafësh gruan, të mos guxosh ta prekësh se ne mbrojmë gruan, ne mbrojmë të doptit, ne mbrojmë fëmijët, kupton? Kjo në fakt bëhet vetëm për survejim dhe për kontroll.